Asociata Shqiptare për Zhvillim të Qëndrueshëm në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe aktorë të tjerë lokal organizuan aktivitet demonstrativ të pastrimit të liçenit nga nxënës të shkollave. Creative City dhe Shoqata Shqiptare për Zhvillim të Qëndrueshëm në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe aktorë të tjerë lokal organizuan aktivitet demonstrativ të pastrimit të liçenit nga nxënës të shkollave. Drejtuesi i Creative City në Shkodër, Armando Loja, në fillim të aktivitetit ndër të tjera u shpreh. Aktivitetet e tilla kanë për qëllim informimin dhe komunikimin publik në lidhje me edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve të rajonit liçeni Shkodrës për rëndësinë që ka ruajtja e cilësisë së ujit të liçenit të Shkodrës. Në këtë aktivitet marrin pjesë nxënës të shkollave, qytetarë, vullnetarë të mjedisit, përfaqësues të administratës së Shkodrës, përfaqësues të Agjencisë Rajonale të Mjedisit, komuniteti përreth liçenit, ekspertë të fushës së mjedisit dhe përfaqësues të projektit të Bankës Botërore dhe të Sekretariatit të Menaxhimit të Liçenit. Kjo nisëm për pastrimin e liçenit të Shkodrës realizohet në kuadër të një seri aktivitetesh të fushatës së ndërgjegjësimit për mbrojtjen e cilësisë së ujit të liçenit, të mbështetur nga projekti i Bankës Botërore, Menaxhimi integruar i ekosistemit të liçenit të Shkodrës. Aktivitetet të tilla kanë për qëllim informimin dhe komunikimin publik në lidhje me edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve të rajonit të liçenit të Shkodrës për rëndësinë që ka ruajtja e cilësisë së ujit të liçenit.